Rusia ka paralajmëruar se po përgatitet të rinis testet bërthamore në shkallë të plot në rajonin e Arktikut, nëse Shtetet e Bashkuara ndërmarrin hapin e parë. Deklarata vjen pasi ushtria amerikane testoi një raketë balistike ndërkontinentale Minuteman III me urdhër të presidentit Donald Trump, i cili ka kërkuar rifillimin e testimeve bërthamore për herë të parë pas 3 dekadash. Raketa, me vlerë $7 milion dhe aftë të mbaj koka bërthamore, u lëshuan nga Kalifornia dhe përshkoi rreth 7.000 kilometra deri pranë atollit Kwajalein në Oqeanin Paqësor. Ajo ka një rrezë veprimi maksimale prej 10.000 kilometrash. Reagimi rus erdhi përmes ministrit të mbrojtjes, Andrei Belousov, i cili akuzoi SBA-t për një stërvitje të kryer në tetor, ku është simuluar një sulm bërthëmor parandalues ndaj Rusisë. Shefi i shtabit të përgjithshëm, generali Valeri Gerasimov, deklaroi se Washingtoni po përgatitet seriozisht për rikthimin e testeve bërthamore. Në një takim urgjent të Këshillit të Sigurisë në Moskë, Belousov propozoi nisjen e menjëhershme të përgatitjeve për testime të reja në poligonin e Novaja Zemlja, një zonë e përdorur gjatë luftës së ftohtë për shpërthime bërthamore eksperimentale. Presidenti Vladimir Putin tha se Rusia i ka respektuar gjithmonë detyrimet e saj sipas traktatit ndërkombëtar për ndalimin e testeve bërthamore, por paralajmëroi se çdo veprim amerikan do të ketë përgjigje të njëjtë. Kremlini përsëriti qëndrimin e vitit 2023. Moska do të rifillojë testet vetëm nëse Shtetet e Bashkuara bëjnë lëvizjen e parë. Situata rikthen skenarin e garës bërthamore mes dy fuqive, duke rritur tensionet globale dhe duke rrezikuar shpërbërjen e marrëveshjeve të sigurisë që prej viteve 90.